Jemi të e prit konfirmimin e ligjshmërisë prej MAPL-s, 220 hektar tokë komunale janë dhënë në shfrytëzim për instalim paneleve solare. Me 10 herë, edhe po mendoj që vonesa është politike. Nuk kam tjetër shpjegim. A ke plan ndaj projekt për zhvillim ekonomik 4 vitet e ardhshme? Po ta tregoj një projekt që jemi të e prit konfirmimin e ligjshmërisë prej MAPL-s, 220 hektar tokë komunale janë dhënë në shfrytëzim për instalim paneleve solare. Po flas për 220 MW energji të ripërtërshme që janë në funksion të Republikës Kosovës, jo veç të... Të cila Ministri e Ekonomisë janë të e prit? Jo, jemi të e prit e Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Aktin formal të konfirmimit ligjshmërisë të aktit të kuvendit që kemi nxjerrë na si komunë jemi të e prit. Qësoj e të e prit? 3-4 muaj, nëse nuk ka. 3-4 muaj? 3-4 muaj. Nuk po du më vazhdu me heshtje. Është proces që është ndërlikuar, është proces që ka më mbështyrë për shumë institucioneve, edhe po du me marr përgjegjësinë e vet politike që i takon Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal. Në këtë rast edhe mos me ikë me heshtje asaj përgjegjësie, është e padrejtë. Po më intereson që 4 muaj a ke bëu presion, a ke pyet Ministri? Me 10 herë, edhe po mendoj që vonesa është politike. Nuk kam tjetër shpjegim. Është politike, tutje për pastaj na kemi dhënë 200 hektarë tjera tokë për shfrytëzim. Çka kam i pengu Elberti zonë panele solare në stok? Hajde Elbert Krasniqi që është ministër. Unë me Elbert Krasniqin jam në koalicion në stok. Edhe kam ninën kryetar të komuniteteve që e kam caktu, emëru, pa e pas të drejtën ligjore ata si minoritet, se nuk e prekun 10%. Tutje e kam pas edhe zëvendës kryesuesin e kuvendit caktuar prej komunitetit bosnjak, për mi trajtu dinitetshëm edhe për mos mi diskriminu politikisht, po mi bo se cilën për ty në pjesë. Pash po intereson, a i ka bo aj i partiz vet presion për me presion? A i ka pyet pse s'pe kthem përgjigje? Komunikimi jam me Elbertin është miqësor, edhe politik. Edhe? Edhe mendoj që ai është sigurisht nën presion dikujt tjetër, se nuk besoj që ka ndonjë interes caktuar as politik as personal që më ndalu një investim të tillë në stok. 220 hektar shkojnë për 200 milionë euro investim. Ky proces instalimeve solare nuk kupton edhe letra tjera, nuk është veç punë qësaj letre. Sigurisht shumë letra tjera. Po, sigurisht shumë. Tjera ta i keni bo këtë gati veç kjo kamet, apo është... E komunës, në rastet kur i të kalon 10 megawatt-shin, komuna ka drejt veç me jap tokën në shfrytëzim. Pjesa e kushteve ndërtimore. Edhe lejes kalon në kompetencë të Ministrisë së Ambientit. Edhe sigurisht që ata kanë punë jashtëzakonisht shumë, edhe 6-7 muaj tjera në vjet derisa të pajisin me këtë dokumentet e nevojshme.